Gjykata e Tiranës ka lënë burg Enea Zyferin, i arrestuar në kuadër të hetimeve për zhdukjen e 34 vjeçarit Eglant Koçi, i cili rezulton i humbur që prej 4 qershorit. Zyferi është kamarieri i lokalit në pronësitë Armat Shakaj, autori kryesor i dyshuar i ngjarjes. Zyferi u arrestua për përkraje të autorit të krimit, ndërsa ai ka mohuar të ketë përfshirje në ngjarje. Para tokave të zeza, ai ka rrëfyer se pronari i lokalit, Armat Shakaj, i kishte kërkuar që të fikte dritat, ndërsa më pas nuk kishte dijeni se çfarë mund të kishte ndodhur pas largimit të tij. Kamarieri i Zyferi thotë se një ditë më vonë, Shaka i ka kërkuar edhe të lante makinën, në të njëjtën që hetuesit gjetën një lloj gjaku dhe që dyshohet se mund të jetë transportuar Koçi. Por çfarë ka dëshmuar vetë Shakaj 2 ditë pas kallëzimit të familjarëve për zhdukjen e Koçit? Sipas burimeve, në dëshmi ai është shprehur madje i shqetësuar për zhdukjen e 34 vjeçarit, ndërsa mësohet se ka deklaruar se vetë ai i kishte treguar së fundmi për kërcënime që i kishin ardhur për shkak të aktivitetit me call centera. Ndërkohë, pavarësisht fikjes së dritave, kamerat kanë arritur të filmojnë dhe kanë dokumentuar lëvizjet e dyshimta të Shakajt. Ky i fundit ndodhet në kërkim si autori kryesor për pengmarrjen dhe zhdukjen e Eglant Koçit. Ndërkohë, policia vion kontrollet për gjetjen e trupit të 34 vjeçarit, por deri më tani nuk ka asnjë rezultat.